Jam munduar që vit pas vitit ju jap informacione për sa i përket çmimeve, akomodimeve dhe shërbimeve në plazhet shqiptare sapo fillon sezoni veror. Jemi në nisje të sezonit, është muaji qershor dhe përsëri unë kam ardhur në një nga plazhet e mia të preferuara për t'ju dhënë çdo detaj për sa i përket kostove, shpenzimeve, akomodimit, drekave, darkave, mëngjeseve e të tjera me radhë. Kostoja e parë, jemi 250 km ose 230 km larg Tiranës, që do të thotë na duhen 10.000 lekë të reja ose 100 euro karburant për të ardhur deri në Qeparo dhe për t'u kthyer përsëri. Kemi shpenzuar edhe 50 euro për këtë studio apartament, pra e gjetëm në Booking, Callisto Studio Luxury, më duket se e kishte fix, por për të siguruar do t'ju a bëj me screenshot në YouTube. Qëndroni në këtë video sepse unë do ndrohem përpara se t'ju tregoj apartamentin dhe më pas do zhytemi. Ja dhe apartamenti. Pas ka dhe kënd kuzhine, frigorifer, ja kjo është pamja. Apartamenti yll, është dhe një nga zonat më të qeta, i gjithë Qeparoi është i qetë, po ne jemi në fund të pedonales. Via bregdetare e Qeparoit është shumë e bukur dhe e mbushur plot me shërbime, restorante, bare, kanoe, gjitha këtu i keni. Pas ka dhe lavatrice, do lajmë dhe robat, se ti lajmë Tiranë, se bëj shaka, që do të thotë që mund ta merrni për disa ditë dhe lani dhe rrobat tuaja dhe i nderni në balkon. Shikoni se sa afër detit është, janë vetëm disa shkallë për të zbritur edhe bum poshtë. Ja ku zbritëm edhe poshtë në plazh, ka njerëz, sot është ditë e shtunë, është pas dite, edhe me sa duket kanë filluar edhe ta frekuentojnë turistët qershorin ideal për mua. Sorry? I'm new. Yeah, you are new here. And why did you decide to come here? Because big salary here. In Saudi. Big salary? Compare Saudi. Okay, sir. Thank you, bye. Qa është ajo Matej? Matej thot është një shpell, po gjej rastin këtu t'ju them që na hiku shapka. T'ju them që Qeparoi karakterizohet nga burime të shumta në New York, edhe që burime që rrjedhin edhe nga shkëmbi, prandaj edhe shpeshherë deti është pak më i ftohtë se në vende të tjera. Çadrat këtu përgjatë gjithë kësaj zonës, pra tek ky plazhi ku kemi ardhur ne, kushtonin 10 euro, nuk e di se sa kushtojnë në plazhet e tjera, do ta shohim ditën e nesërme, se tham sot qëndrojmë këto pak orë që kanë mbetur nga kjo ditë të qëndrojmë sa më afër apartamentit, ndërsa nesër do të shohim vende të tjera. Do ikim të marrim kafe, se është pas dite dhe akoma nuk e kemi pirë kafen e pas dites. Çmimet më lirë se në Tiranë. Jemi më të lirë, Tirana është shtrenjtë. E shtrenjtë Tirana. Kur më dëgjoj kamarieri që po thoja kafja më lirë se në Tiranë, tha, o vlla, prandaj vim këtej në jug ne, tha, se nuk e përballojmë dot jetesën në Tiranë. Nejse, 100 lek kafja, 100 lek ujë. U emocionova ai shumë sa që e derdha.
Në këtë video ose gjatë kësaj fundjave nuk do t'ju flas shumë për historinë e Qeparojit, pasi e kam bërë këtë edhe në një video tjetër, të cilën mund ta gjeni këtu te ky linku ose te kjo dritarja që po ju shfaqet tani. Kështu që mund të njiheni me historinë e Qeparojit, me fshatin e vjetër, me destinacione të tjera apo me shërbime të tjera që mund të merrni këtu në Qeparo. Dhe tani është momenti që të shijoni disa pamje me dron për të parë edhe situatën dhe frekuentimin e pushuesve në fillim të sezonit në Qeparo. Thua të jenë të ngrëndshme? Shpresoj që të jenë të mira. A të shume? Si duket? Realisht është haqje mirë, sa që edhe grenza do të haj. Nuk është shtrenjtë, jo. Një margarita 550 lek, një picë pikante 700 lek, një ujë 100 lek, 2 bira 500 lek, 250 lek bira, pra është. Bukur pastër pa gabime. Tani do ikim të ndrohemi dhe do kthehemi përsëri për të shijuar mbrëmjen Buzdetit. Të duket vetja si e shtetit, vetëm të huaj shumica e tyre. Gjerman kryesisht, polak. Mirë. Ne ishim fund të pedonales, por shoh edhe që janë hapur thuajse të gjitha bizneset, janë bërë gati. Sapo pam një ambient rinor, shumë interesant dhe i bukur. Shohim ç'a bëhet deri në fund. Ndërsa këtu është një super restorant, street food, që bëjnë waffle, i provuam vjetë, bën dhe një intervistë, ja që kanë, e pas kanë hapur, që kanë dhe të vajzat, po na e bëjnë me dorë. Shkojmë një herë, t'i shohim, t'i takojmë, t'i pyesim kur janë hapur. Gjo, Joana dhe Joana. E gjeni dhe atë videon që kam bërë vjetë këtu. Do t'ju a bëj attach tek kjo video. Hello! Përshëndetje! Kjo është Joana nga Shqipëria. Joana nga Greqia. Hello! How are you? Jemi dy. Very good. Okay, first day today or? First night tonight. Not even day. First night, nice. Yes, just couple of hours. We say sezon të mbar. Faleminderit. Do i thoya që mbaj mend që e kupton shqip dhe flet disa fjalë. Po. Disa. Si shkoi sezoni vjet? Shumë mirë, shumë mirë. Po si vjet ç'a presim? Besoj më mirë akoma. Shihni si është flet shqipen. Sa vjet kishe se mbaj mend në Shqipëri? 8 vite. Po. Joana, tell me, më thuaj pak, çfarë bëre gjatë dimrit apo ke qëndruar këtu në Qeparo? Ishe në Greqi, erdhe prap tani, kur ke ardhur? Në dimri ishta më shumë këtu në Qeparo. Ishe këtu në Qeparo në dimër? Po çfarë bëre në Qeparo? Kemi diçka apo bët gati për restorantin? To be prepared for the restaurant, we did some activities also in the winter. We had the Christmas market in Himara. So some months I was here and a little time I was in Athens this year. Vetëm për të shkuar për të parë familjen andaj, ë? Po. Edhe sonte kemi grill, kemi barbecue. So we wait for you. Oh, faleminderit. Thank you. So we have to ne do bëjmë një xhiro deri në fund edhe ndoshta kur të kthehemi. Okay. Se jo. Është shumë bukur. It's the sunset now. It's perfect. So okay. You can go. Okay. Thank you. See you later. Bye. Bye.
Joana, mirupafshim. Ne flasim shqip, edhe Joana tjetër flet shqip. Shumë cilësh me vajzat. Edhe vërtet do më thënë që i uroj sezon të mbarë, që ndojmë një xhiro deri në fund edhe të shohim, mbas edhe mund të kthehemi. Fakt është bërë e bukur shëtitorja, është deri në fund të fshatit, që kufizohet nga ana tjetër që shkon për në drejtim të Himarës, pra. Nga ana tjetër nga ishim ne jemi nga drejtimi i Borshit. Se mos thoni pastaj s'pas ka kom robi, shive i qik. Restoranti është plot. Ta shohim njerë se si janë çmimet, edhe unë do bëj si tuajt, kështu që gjasme jam i interesuar për me dërku. Mirë çmimet, ha? Vim nesër. Se sa të ngrëm pizza. Kjo këtu është e re, nuk e qenë vjetë, do e kem vendosur këtë vit. Edhe ky plazhi ndoshta është i ri, sigur nuk e kam parë vjet. Jemi gati në skajin tjetër të pedonales së Qeparojit, edhe këtu kanë filluar shezllonët të vendosen. Nuk e di se sa do jetë çmimi, do i pyes nesër. Dhe do pyes në çdo plazh që do shkoj, jo vetëm këtu në Qeparo, po kudo që do ke mundësi që të udhtoj këtë vit. Ose unë herë tjera nuk kisha ardhur deri këtej nga fundi i Qeparojit, ose këto investime janë të reja dhe më vjen mirë sepse te ky investimi te ky hoteli pas shpinës time ishte edhe koncepti all inclusive, besoj, sepse ishte dark buffet. Ndërsa kjo pjesa këtu tashi bie që tjetë fundi, to pemët i jep kanë tjetër lezet. Duket vetja si Pogradec. Bravo Qeparoj, të duket vetja si jashtë shtetit. Natën e mirë me qetësinë e Qeparojit, shihemi nesër në mëngjes. Ja, kështu nis mëngjesin e Qeparojit, i qetë dhe me këtë super pamje, shikojni pak se i bukur është deti. Kur isha vjet në Kroaci, në Zadar, vura re që kishin krijuar një sistem, simfonia e detit e kishin quajtur, që ti afroheshe dhe dëgjoje detin, pra aty në shëtitore, dëgjoje valët e detit që përplaseshin. Kurse këtu në Qeparo, apo në Shqipëri e kemi të natyrshme dallgën e detit, dëgjojeni pak. Ndaluam përsëri këtu tek Joe & se Matejti i kishte shkuar mendja për një waffle. Si është? Mirë. Ha? Shumë mirë. Bë, mirë. Kemi ardhur tek Haloas Beach, ka një Tiranë si mirë. Edhe këtu çadrat kushtojnë 10.000 lek, por pas datës 15 qershor deri në fund të sezonit, sepse deri në 15 qershor i kalon pa lek. Shkojmë ta pyesim se pse e ka bërë këtë zgjedhje. Përshëndetje. Sa i ke lënë çadrat, përshëndetje? 1.000 lek të reja edhe duka lëvizje, si rreshti i parë edhe rreshti i dytë, edhe i fundit fare. Si, edhe në rresht parë 1.000 lek, 10 euro? Po. Po pse kështu? Sepse kështu duhet. Kështu i pëlqej popullit. Edhe unë jam në shërbim popullit. Do të thënë s'ka diferencë tu ti, si në fillim, si në fund njësoj. Po, se çadrat janë njësoj, hija është njësoj, dielli është njësoj, për mua, për gjithë njerëzit janë njësoj. Gjithë njerëzit janë njësoj. Edhe pagesa është njësoj. Edhe pagesa është njësoj. Nuk ka diferencë midis rreshti i parë, rreshti i dytë. Tash unë vjet isha dhe në korrik, dhe në qershor, dhe në gusht. I sa dhe në çmimet? Njësoj. Kush të thotë që ka ndryshuar çmimi, më dënoj. Durim sezon të mbar. Faleminderit, respekt. E dëgjuat, çmimet njësoj, si në rresht parë, si në rresht dytë.
Është fiks orari për të konsumuar drekën dhe mbrëm gjatë kohës që po bënim shëtitje në shëtitoren e Qeparojt. Pikasa një restoran që i kishte çmimet shumë të mira dhe ju thash që nesër këtu për drek. Ikim. Kë ishte. Po, super paradise. Dhe shohim dhe herë tabelën, mos kanë vu çmime të tjera. Duket se e gjeta se qa do ha. Si e? Mendova se bënim vetëm peshk, po paska edhe mish edhe pizza për fëmijët. Çmimet, i pat besoj, mos ta them unë atë frazën, shumë të lira, shumë të arsyeshme. Kur pash që këtu gatuanin edhe pajela, vendosa me njëherë ta provoj, sepse realisht e kam provuar atje nga e ka origjinën pajela në Spanjë, pra dhe nuk është se më ka pëlqyer aq shumë. Do thoja që në Itali më ka pëlqyer më shumë se sa ajo e Spanjës. Shohim se si e gatuajnë këtu. Çuke, i përgatisim vento, edhe i kemi sjellë pak pite. Ju bëf mirë. Faleminderit. Edhe patate për Matejin. Ja, kaq do robi. Një pite si puna kësaj, një copë djath, një domate, dilma ton, po mjafton që këto që i hati hash me shije. Kjo është edhe paella. E gatojmë prindet tanë që janë në kuzhinë, paella spanjolle. Ne kemi sjellë në restoranin tonë në një mënyrë dhe metodë tonë. Ju bëft mirë. Unë e kam provuar në Spanjë, po do t'ju them pasi ta provoj si e kam. Ju bëft mirë. Faleminderit. Po ma ha syri. Mora në mes për të parë nëse e kanë përzhitur një çik apo jo, se atje në Spanjë e përvëlonin, e digjnin, edhe nuk e quanin të mirë nëse nuk digjet, po mua nuk më pëlqeu realisht, se nuk e dua ashtu, e dua kështu siç ta provoj në shije, mos flas para kohe. As në Itali, as në Spanjë, se ka pas të shije. Edhe ju premtoj që edhe këtë tavën të ta bëj gati për lavastovilje. Ose ne kemi këmbën e mbar, që u mbush restoranti plot, ose këtu gatojnë shumë mirë. Kjo është peshk i egër? Po, kjo është dental. Dental? Po, dental. Bëjmë furrë me perime, furrë pruri. Dhe kjo është rezultati mas filetinë. Që e shërbeni gjithve? Po. Faleminderit. Edhe më bëri përshtypje mënyra se si e servirni, i kërkova leja atij djalit edhe tha po patjetër. Prit se na iku kamera. Po thoja, mbrallë herë më kanë ndodhur në për restorantet shqiptare që të ta filetojnë peshkun pra, dhe e kam parë në Malzi, e kam parë në Itali, në Ulqinë së fundmi kur ishim, dhe është për të vlerësuar. Hera dhe nuk e mbajta të fjallë. Ishte shumë e mirë, por ishte edhe shumë realisht. Zëre se ëngra vetëm, s'më ndihmoi njeri. Edhe në shtëpi gjithmonë thëmë, mos e lërë për ty lugë. Lërgo luga sa i garushde. Ta fatura shoqërohet me një ëmbëlsirë nga shtëpia. Shumë mirë. Bravo. Haj shumë po portoj për t'u larë dhe nuk isha ndërmend të futem në det, po me gjitha dhe ushqim që kam ngrënë. Është e domosdoshme!
3 shishe ujë, 1 macchiato, 1 cappuccino, 1 akullore, 1000 lekë. Me dhimbje dhe keqardhje, dua t'ju them se edhe fundjavës toni erdhi fundi dhe ne duhet të kthehemi në Tiranë sepse nesër na pret e hëna, javë e re, rutina aty është, kështu që kaluam shumë mirë, që Paroj nuk është më siç ka qenë para 10 apo 15 vitesh, thjesht një fshat i vogël me një plazh të madh dhe të bukur, por është një fshat turistik me të gjitha shërbimet e nevojshme. Bashkë shihemi në javën e ardhshme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video.